ju është thënë që në rast pa mundësie pjesëmarrje fizike, i sillni opinionet me shkrim. Edhe në 23 ju është dhënë një përgjigje nga Këshilli me fokusin që pjesëmarrja juaj nuk është ndaluar me vendim të Këshillit Bashkiak. Dhe përsëri ju rikujtohet që mund të sillni mendimet tuaja me shkrim. Pyetja ime është kjo. Mendoni ju që pjesëmarrja juaj fizike do të evidentonte ndonjë argument të përmbledhur, pavarësisht se ju i shtjelluar dhe për hir të së vërtetës unë pata pak dilem nëse e bëja pyetjen, apo ju megjithatë dua të qëndroj në këtë kontekst. Diçka që ju mendoni do të kishte ndryshuar pasojat e asaj vendimmarrje, dhe nëse krijoi vështirësi vetëm koha e shkurtër në përgatitjen e një opinioni me shkrim, apo kishte arsye të tjera që ju mendonit ishin pikat forta për të evidentuar që ju të sqaronit vetë drejt për drejt dhe fizikisht në sallë ato që ju vlerësoni të rëndësishme për vendimmarrjen. Nderuar zonjë gjyqtar, ju falenderoj shumë për pyetjen. Në 10 vitet e eksperiencës, si kryetari i Bashkisë Tiranës ka 2 mënyra se si thirret Këshilli, ose thret kryetari i Bashkisë për vendimet e veta, qofshin nga ato që janë rutinë, ndihma ekonomike, pagesat e qirave mujore, apo në vendime të rëndësishme siç janë buxheti. Ka dhe një mënyrë tjetër kur e thret Këshilli. Kur e thret kryetari, është kryetari që fton Këshillin. Kur e thret Këshilli, Këshilli duhet të ftojë kryetarin. Me shumë respekt dua vetëm t'ju korrigjoj pak në pyetjen tuaj, nuk kam marrë përgjigje nga Këshilli. Kam marrë përgjigje nga sekretari i Këshillit, që nuk është antar i Këshillit Bashkiak. Dhe nuk është autorizuar nga Këshilli, Këshilli duhet votonte për këtë ftesë. Sepse Këshilli mund të mblidhet edhe vetë, por në këtë rast kur gjykohet kryetari i Bashkisë, duhet merrte një votim Këshilli Bashkiak për këtë ftesë. Dhe nuk mund ta lindte këtë në një komunikim me sekretarin e Këshillit që nuk është as i zgjedhur, është thellësisht administrativ. Kështu që në këtë sens është shkelur, as nuk jam njoftuar të shohësh nga televizioni i Burgut që po mblidhet Këshilli Bashkiak i Tiranës. Tani flas me shumë respekt dhe solemnitet për gjykatën, po flas më shumë si me një gjuhë thjeshtë ta kuptojnë të gjithë njerëzit. Unë kam parë një eficiencë me 8 vendime administrative brenda 8 orëve të orarit punës, në datën 24. Do të thënë një eficiencë kur unë kam kërkuar për ndihmë ekonomike, kam kërkuar Këshillin për lloj-lloj situatash, dhe duhet lutesh aman t'u japim lekët njerëzve që s'mbyllen dot muaj. Një eficiencë shembullore që fillon me Këshillin Bashkiak dhe mbaron me dekretin e presidentit është mbreslënëse për eficiencën e shtetit tonë. Ne kemi pasur situata të tmeshme, katastrofike, pandemia e tërmetit, dhe s'kan kaluar me shpejtësi kaq madhe nga një vendim në orë, në 8 orët e 8 vendimeve që janë marrë atë ditë. Nga Këshilli te prefektura, ke ministri i linjës, te BKM-ja, te presidenti kështu me radhë. Kështu që në këtë sens ky është fshati që duket. Nuk ka nevojë për kallëuzin tim, sepse kjo kuptohet shumë qartë që më është mohuar njoftimi, më është mohuar ftesa, më është mohuar e drejta për që në aty. A do kisha fuqi që të ndroja mendimin e tyre? Këtë skemi si ta zbulojnë përsa kohë që nuk ma dhënë këtë mundësi. Unë besoj që fjalët kanë peshë. Edhe unë besoj që kur njerëz u jepen mundësia që të shprehen, në të kundërt, diferenca do të ishte, ju keni bërë diferencën në këtë vendim sot. Diferenca që keni bërë është ja si bëhet një proces ku ne dëgjojmë pak. Dhe unë besoj që për njerëz, prandaj thash, fyerja më e rëndë e jetësime se mund të bëhen nga njerëz që e dinin për ditë për kushtimin tim. Dhe që ju lutesha të vinin për vendimet sepse Tirana siç e keni parë që një kantier të 10 vite. Dhe prandaj them eficienca me të cilën shkoi nga padrejtësia në padrejtësi, me një ritëm në një shpejtësi të jashtëzakonshme, ishte thellësisht mbreslënëse. Dhe për këtë them, nuk e di si do të ishte vendimi i tyre, nëse do t'i shkoja në sy dhe do t'ju kujtoja pikërisht këto skenar. Edhe ndoshta do t'ju kujtoja edhe faktin që nesër mund të jenë ata viktimë e kësaj padrejtësie. Nesër dikush ju jap vetëm një shembull prej punës që kam pasur kryetarit të Bashkisë Medellinit, u rrëmbye nga një organizatë terroriste FARC. Dhe pastaj u plasi si mod që po të rrëmbesh një kryetar bashkie, krijohen zgjedhje dhe pastaj mund ndoshta të vësh atë që do të tillë nëse s'ka qellove me atë që rrëmbeve. Pra hapet një precedent që mund të shkojë në fantazi nga më ekstreme deri te padrejtësia që është rasti konkret. Faleminderit. Në lidhje me të drejtën e Zotit Veliaj për të njoftuar, për t'i dhënë të gjitha atë dispozicion, për të qenë prezent, për të pasur mundësinë që të parashtrojë mbrojtjet e tij, për të qenë pjesë e kontradiktorialitetit në proces. Ne këtë e pretendojmë si për Këshillin Bashkiak,
që ishte propozuesi, ashtu dhe për Këshillin e Ministrave, për të dyja organe. Ndërkohë, shembulli më i mirë se si duhet kishin vepruar të dyja këto organe është vetë gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese, në marrjen e kërkesës zotit Velie për të qenë prezent, i është drejtuar vetë drejtorisë përgjithshme të burgjet dhe ka organizuar vetë gjithë procesin. Të njëjtën gjë do të kishte bërë dhe Këshilli Bashkiak. Jo thjesht i thoshte zotit Velie që nëse ke mundësi mund të vish, por duhet ishte drejtuar drejtorisë përgjithshme të burgjet dhe ta organizonte vetë procesin. Dhe njëkohësisht i jepte kohën e mjaftueshme për të njohur materialet dhe për të paraqitur mbrojtjen e tij dhe për të qenë prezent. Pra, ka dhe një kohë organizimi i gjithë këtij procesi. Dhe të gjithë të pretendojnë dhe për Këshillin e Ministrave. Faleminderit. Japim fjalën gjyqtar Ibrahimit. Faleminderit, zonja kryetare. Edhe pyetja ime, ashtu si disa nga pyetjet e relatorës, ka të bëjë me thelbin e pretendimit tuaj për paligjshmëri në shkarkimin e zotit Velie. Nisur nga parashtrecat tuaja, duket se grosso modo ju e konsideroni përmbajtjen e nenit 62C, nen në bazën e cilit u kryer shkarkimi, si një detajim të arsyeshëm të nenit 115. Mjafton që ai të interpretohet në pajtim me frymën e kushtetutës. Për shembull, duke kuptuar që mungesa 3 mujore vlen si shkarkimi vetëm në rast se është pa justifikuar. Thënë ndryshe, duket se ju i qëndroni pozicionit se neni 62C është keq zbatuar në rastin e zotit Velie, sepse nuk ekzistonin premisat ligjore dhe faktike për aktivizimin e tij. E për këtë arsye, shkarkimi është bërë për shkaqe ekstra ligjore. Pyetja që kam unë është sa realiste ju duket që neni 62C, ashtu siç është, i shkruar e zezë mbi të bardhë, të interpretohet ashtu siç shpresoni ju, dhe jo ashtu siç interpretohen Këshilli Bashkiak, Këshilli i Ministrave, presidenti, ose të thënë akoma ndryshe, pse nuk e pa tudhës në nivelin e taktike gjyqësore, të kërkonit shfuqizimin e këtyre etlineni nga gjykata. Po e nderuar, në logjikën tonë, ne ndjekim të njëjtën logjikë që ndjek edhe gjykata kushtetuese. Faza e parë që bën gjykata kushtetuese, kur shërton pretendimet e palëte në lidhje me një dispozitë ligjore, është të tentojë të gjejë një interpretim të kësaj dispozite në përputhje me kushtetutën. Dhe momentin që e gjen, dhe ky është një nga variantet e shumta, sepse një dispozitë mund të interpretohet në shumë variante. Po momentin që e gjen, stopon interpretimin tjetër jo në përputhje me kushtetutën. Ne mendojmë që ekziston mundësia që të interpretohet në përputhje me 115, të transportohet termi shkelje rënd tek neni 62C dhe pastaj të interpretohet 62C-ja me gjitha elementet që ka termi shkelje rënd. Për këtë arsye, ne nuk e pam tutës që të vinim para gjykatës kushtetuese duke pretenduar antikushtetueshmërinë e neni 62C të ligjit 139. Faleminderit. Japim fjalën gjyqtarit Abajoqi. Kryetarit, kisha një pyetje në lidhje me pretendimin tuaj për cënimin e shtetit të së drejtës dhe procesit të rregullt ligjor, në lidhje me bashkimin e 3 kërkesave të bëra fillimisht nga këshilltari Shabani, Ali Mehmeti dhe pastaj nga këshilltarët e Partisë Socialiste. Ju thatë, si në parashtrimet që i keni paraqitur gjykatës, ashtu edhe në fjalën tuaj sot, që kërkesa e bërë nga këshilltari Shabani mbështetej në shkurt të 2025-s mbi një kriter ekstra ligjor, atë të boshllëkut në drejtim, bashkëllukut të madh të krijuar në drejtimin e bashkisë më të madhe në vend, dhe ky fakt që është bashkuar kjo kërkesë e bazuar sipas jush në një shkak ekstra ligjor e bën procesin administrativ të Këshillit Bashkiak të parregullt. Pyetja ime është, ju mendoni se edhe nëse bëhet një kërkesë, qofse është e bashkuar apo qofse bëhet në vete, nuk
edhe e bazuar mbi një shkak ekstraligjor. Nuk duhet të ketë një vendim të Këshillit Bashkiak mbi këtë kërkesë, pavarësisht ku bazohet dhe pavarësisht nëse bashkohet me kërkesa të tjera. Pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë, po mbi këtë shkak. Nëse kërkesat janë bashkuar, por vendimi i Këshillit Bashkiak bazohet vetëm në një nga shkaqet e 3 kërkesave, ato që ju thatë në 62.c e ligjit. Edhe kjo fakti që janë bashkuar dhe arsyetimi të themi i vendimit bazohet vetëm një vendim e bën procesin e paregullt? Po nderuar, ne mendojmë që po normalisht për çdo kërkesë duhet të ketë një vendim. Por në momentin kur bashkohen disa kërkesa, diametralisht të kundërta, sepse kërkesa e zotit Shabani flet për një shkak inekzistent ligjor, nuk ekziston një shkak ligjor. Dhe 2 kërkesa të tjera që realisht bazohen te 62 C-ja dhe përbëjnë shkak ligjor. Pavarësisht pretendimit tonë se si interpretohet ky shkak ligjor, nuk kuptohet pastaj në momentin e votimit për çfarë kanë votuar anëtarët e Këshillit Bashkiak.